duke shpalosur pankarta me mbishkrimin Trump budallaj. Protestuesit që i penguan rrugën miliarderit newyorkez ja përçuan fort dhe qartë mesazhin e tyre kryesuesit të garës për nominimin republikan. Demonstruesit bllokuan një autostradë të Arizonës në kohën kur Trump e përgatitej të mbante tubimin e parashikuar elektoral në Phoenix. Dhjetrave shkaktuan një përshtjellim të vërtetë të trafikut, incident ky që vjen vetëm një javë pas anullimit të një mitingu në Chicago. Trazirat e fundit i pan demonstruesit të marshonin përgjatë autostradës që çon në Fountain Hills. Policia bëri disa arrestime përpara se turma të shpërndahej. Duke folur më vonë gjatë një tubimi në Tucson, Trump e përkufizoi protestën si një turp dhe tha se pjesëmarrësit e saj përfaqësojnë që të gjithë Hillary Clintonin. Më shumë të kishin vënë në pranga, u shpreh ai. Ndaluan 3 vetë dhe të tjerët i lanë të lirë. Kam të gjithë respektin për forcat tona të policisë, por nëse do të ishin më pak të kursyer në arrestime, sot do të kishte më pak protestues rreth e rrotull dhe më pak agjitator. Protesta pati nga ana tjetër dhe në qytetin e miliarderit New York, ku qindra vetë u mblodhen përpara kullës Trump në Manhattan me slogane që akuzonin atë për racizëm.